Dhe vjen dhe fitoria e parë përballë Partizanit të Dinamo para këtë sezon, një fitore që u rrezikua pak në fund me të antikomit. Përveç faktit që mundet loja të kishte mbyllur dhe barazim, por prapë nuk do kishim asnjë lloj fishmoni, përveç faktin që djemtë sakrifikuan edhe dhanë maksimumin, sepse me gjithë numrin e madh të mungesave që kishim, ku përballë kishim Partizanin, që është një nga ekipet më të mira në Shqipëri, pra dhe rivalët. Ajo që bëri diferencën në këtë lojë, përveç kemi krijuar shumë raste, kemi bërë një volum goxha të madh, ishte fakti që gjithë lojtarët dhanë maksimumin. Kjo meriti i shkon edhe presidentit bashkë me drejtuesit e klubit, që kanë ditur të marrin futbollistë cilësor edhe djemë të shkëlqyer që japin maksimumin në çdo ndeshje, pavarësisht problematikave që kemi pasur, ndoshta edhe me duke përballuar shumë mungesa që kemi pasur gjatë gjithë aktivitetit. Besoj që ky derbi i fituar me 99.99%, sepse vetëm një pikë është edhe matematikisht, bën që Dinamo të shkojnë mbas shumë vitesh në Europë, dhe kjo merit i kalon gjithë lojtarëve të mi që kanë dhënë maksimumin që nga momenti që kemi filluar të punojmë bashkë edhe deri sot edhe në vazhdimsi.